Partia Socialiste fitoi në zgjedhjet e pjesshme të zhvilluara dje në 5 bashki: Vlorë, Berat, Cerrik, Mat dhe Tepelen. Kandidatja e Partisë Socialiste Brunilda Mersini do të drejtojë bashkinë e Vlorës në 2 vitet e ardhshme deri në zgjedhjet e vitit 2027. Mersini hoqi dorë nga mandati deputetes dhe rezultoi fituese me më shumë se 13.000 vota ndaj rivalit të saj të pavarur, por të mbështetur nga opozita Dionis Sota. Ashtu siç kam takuar çdo ditë qytetarët e Vlorës, do të jemi njëri i përkushtuar dhe me ndjeshmëri për qytetin. Në bashkinë e Beratit, kandidati i Partisë Socialiste Ervin Ceca është shpallur fitues me mbi 83% të votave, duke lënë pas rivalin e tij, kandidatin e pavarur Pavlo Shkarpa. Gram Mosako nga Partia Socialiste do të drejtojë bashkinë e Tepelenës pasi ka fituar me 3.261 vota përballë rivalit Gabriel Guma, kandidati i pavarur. Qytetarët dolën, votuan, e shprehin vullnetin e tyre. Jo humbja ime. Unë jam ideal i ri, për mua politika sapo ka nisur. Bashkia e Matit me numrin më të lartë të votuesve do të drejtohet nga kandidati i Partisë Socialiste Altin Bojni, i cili ka fituar me mbi 66% të votave, duke lënë pas kandidatët e pavarur Eduard Brahilika dhe Suzana Pasha. Kandidati i Partisë Socialiste Florenc Doka ka fituar zgjedhjet në bashkinë e Cerrikut me një diferencë të thellë votash përballë kandidatit të pavarur Amarildo Hoxha dhe kandidatit të Partisë Shqipëria Bëhet. 334.539 votues votuan kandidatët e tyre në bashkitë Vlorë, Berat, Cerrik, Mat dhe Tepelen, ndërsa qendrat e votimit u hapën në ora 7 dhe pse në disa prej tyre pati vonesa. Sipas të dhënave zyrtare nga KQZ, grupmosha më aktive në votime ishte ajo mbi 65 vjeç, që dha 27.6% të votave. Kryekomisioneri Lirian Celibanshi në daljen për mediat tha se vjet re një braktisje ekutive të votimit nga të rinjt. Ndërkohë qarku i Vlorës rezulton me numrin më të lartë të votuesve në krahasim me 4 bashkitë e tjera me afër 13%. Pjesëmarrje më të lartë ka patur Mati me afro 40%. Fushata e këtyre zgjedhjeve të pjesshme kaloi pa zhurmë dhe pa protagonizëm. Nuk pati mitingje dhe as takime elektorale ku të pranishëm të ishin liderët e partive kryesore. Ndryshe nga herët e tjera, Partia Demokratike nuk ishte kandidat të regjistruar në siglen e saj apo ndonjë parti tjetër opozitare, ndonse de facto kanë shprehur mbështetjen për disa kandidatë të pavarur në këtë garë. Dy aksidente kanë ndodhur mesditën e djeshme në bashkinë e Fierit. Një aksident ndodhi në autostradën Levan-Tepelen në vendin e quajtur Kthesa e Varibopit. 3 automjete u përplasën me njëra tjetrën dhe përpasoi mbetje lënduar një pasagjere. Shërbimet e policisë shkuan drejt vendngjarjes. Një tjetër aksident ka ndodhur në aksin rrugor Fier-Patos, ku janë përplasur 2 automjete duke shkaktuar 3 të lënduar. Konkretisht, rreth orës 15:10 një automjet i policisë është përplasur me një automjet tip Benz teksa udhtonin në kahet të kundërta. Si pasojë e përplasjes, 2 efektiv të komisariatit të Fierit janë lënduar dhe dërguar në spital ku po marrin ndihmë mjekësore së bashku me drejtuesen femër. Nuk dihen ende rrethanat e aksidentit, por paraprakisht nga grupi hetimor, për rastin thuhet se rreshtjet e dëndura të shiut kanë vështirësuar shikueshmërinë në rrugë. Megjithatë, hetimi për shkaqe të aksidentit po kryhet edhe pritet të zbardhen rrethanat e ngjarjes. Një mbrëmje veçantë muzikore që bashkoi aromën e ishujve jonian me ritmet e myzeqes ndezën për më shumë se një orë atmosferën në skenën e teatrit Bylis mbrëmjen e djeshme. Publiku fierank përcolli mes emocionesh dhe duartrokitjesh performancën e ansamblit të këngëve dhe valleve të Zakenthos, ku grupi Fiore de Levante ka ndezur skenën me koncertin plot ngjyra, ritme dhe energji mesdhetare. Tepër të veçantë bëri këtë mbrëmje dhe prania e ansamblit Myzeqeja në një bashkim emocionues kulturash. Në fjalën e tij përshëndetse, kryebashkiaku Subashi ka pohuar se aktivitetet të tilla forcojnë miqësinë dhe fëmijësinë mes dy popujve, si dhe dëshmojnë lidhjet e forta të qindra emigrantëve fierake shqiptar me ishullin e Zakenthos. Ishte një bashkëpunim që ne kemi hedhur, le të themi, hapat e parë para shumë vitesh, ku ansambli jonë Myzeqeja ka qenë në ishullin e Zakenthos, por në fakt këto vitet e Covid-i e tjera pësuan një lloj ndërprerje të këtyre aktiviteteve dhe unë sot jam shumë i kënaqur që ne i rivendosëm dhe sipas gjithë bisedave që kemi bërë së bashku, në pranverë ansambli jonë do të jetë atje, jo vetëm si shenjë miqësisë e vllazërisë midis dy popujve tanë, por edhe si një shenjë në fakt respekti dhe krenarie
për gjithë vëllezërit dhe motrat tona që jetojnë në Greqi, veçanërisht në Ishull. Për nënkryetaren e bashkisë Zakinthos, Evangelia Burojanis, ky është një moment i veçantë pasi ne mundëm të prekim nga afër traditat dhe artin tuaj. Αγαπάμε πολύ στη Ζάκυνθο τους ανθρώπους σας που έχουν έρθει πάρα πολλά χρόνια πριν, δουλεύουν για μας και σας το ανταποδίδουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους του Δημάρχου μας, του κυρίου Γιώργου Στασινόπουλου, τις θερμότερες ευχές και σας περιμένουμε και στη Ζάκυνθο. Jemi shumë të lumtur dhe të kënaqur na gjithë kjo mirëpritje që i bëhet ansamblit ton dhe një falënderim keni nga kryetari i Bashkisë Zakinthos, Jorgo Stasinopoulo, për të bashkëpunim që kemi dhe do jetë në vazhdim e sipër. Dhe jemi shumë të lumtur dhe krenar, domethënë Shqipërinë e kishim njohur ndryshe dhe arritëm që të shikojmë një Shqipëri tjetër. Ndërkohë për drejtorin artistik Thanasi Limuri, ky aktivitet bashkon dy popujt. Fiore de Levante erdhi këtu si një grup që ka për të treguar artin edhe kulturën e Zakinthos, që së bashku me grupin tuaj duan të vërtetojnë se arti dhe kultura bashkojnë popujt dhe njerëzit për të na sjellë më afër. Komuniteti shqiptar në Zakinthos ka punuar shumë dhe është bërë një me komunitetin ton. Fëmijët të rritur janë pjesë e pandare e komunitetit dhe funksionojnë së bashku në jetën sociale dhe ekonomike. Fëmijët e mi u rritën me fëmijët shqiptar. Ata nuk janë më emigrant. Të gjithë emigrant jemi në këtë jetë. Ecuria me stabilizuar e kursit të këmbimeve përmirësoi rezultatin financiar të Bankës së Shqipërisë për vitin 2024. Sipas pasqyrave të audituara financiare të Bankës Qendrore, rezultati financiar neto për vitin 2024 ishte me fitim në vlerën e 5.2 miliard lekëve. Rezultati u rikthye me vlera pozitive pas 2 vitesh radhazi me humbje në shifra të mëdha. Për vitin 2023, Banka e Shqipërisë kishte raportuar humbje neto në vlerën e 27 miliard lekëve, ndërsa në vitin 2022 humbjet kishin vlerën e afërsisht 17.7 miliard lekëve. Faktori me impaktin kryesor në ecurinë e rezultatit të Bankës së Shqipërisë në vitet e fundit ka qenë efekti i kursit të këmbimit. Banka e Shqipërisë mban një rezervë të madhe në valutë të huaj si mjeti domosdoshëm për të përballuar nevojat emergjente që mund të ketë ekonomia dhe sektori financiar. Duke qenë se bilanci Bankës së Shqipërisë raportohet në monedhën vendase, forcimi i vazhdueshëm i lekut në kursin e këmbimit e ka ulur vlerën e rezervave të mbajtura në valutë të huaj. Për vitin 2024, humbjet neto nga kursi i këmbimit kishin vlerën e 13.5 miliard lekëve. Megjithatë, humbjet në këtë zë pësuan një reduktim të ndjeshëm me 63% krahasuar me një vit më parë. Gjatë vitit 2023, leku kishte shënuar mbi çmimin më të fortë historik në kursin e këmbimit me euron dhe shumicën e valutave të tjera të huaja. Në fund të vitit 2023, rënja vjetore e kursit të euros ndaj lekut ishte në nivelin 9.1%, ndërkohë në fund të vitit 2024, rënja e kursit euro-lek u ngadalsua në 5.5%, duke reduktuar impaktin negativ të kursit në bilanc. Një efekt të ndjeshëm pozitiv në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve ka dhënë edhe rritja e vlerës së arit monetar të mbajtur nga Banka Qendrore, si rezultati i rivlerësimit të tij me vlerë tregu në datën e raportimit. E ardhura nga rivlerësimi i arit kishte vlerën e 5.7 miliard lekëve, ndërkohë një vit më parë ky zë kishte qenë negativ në vlerën e 128 milion lekëve. Nëse i referohemi rezultatit të ardhurave gjithëpërfshirëse të Bankës së Shqipërisë, viti 2024 shënoi një rezultat më të lartë me një vlerë totale prej 7.7 miliard lekësh. Të ardhurat gjithëpërfshirëse përfshin edhe një ndryshim pozitiv prej 2.5 miliard lekësh në vlerën e drejtë letrave me vlerë të borxhit gjatë vitit të kaluar. Rënja e normave të interesit edhe gjatë vitit 2024 ndikoi në rritjen e mëtejshme të çmimit të instrumenteve financiare dhe rrjedhimisht përmirësoi rezultatin e të ardhurave gjithëpërfshirëse të Bankës së Shqipërisë. Por Banka e Shqipërisë e mbylli edhe vitin 2024 me kapital negativ në vlerën rreth -9 miliard lekë. Megjithatë, vlera negative e kapitalit u përmirësua krahasuar me nivelin prej -16.7 miliard lekëve të një viti më parë. Rezultatet e publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për garat me balotazh në 18 komuna të Kosovës, të mbajtura me 9 nëntor, krijuan një balancë të re lokale mes partive politike me fuqi pothuajse të barabartë. Bazuar në të dyja raundet e votimeve për kryetar të 18 komunave, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës fituan secila nga 7 komuna.
Partia Demokratike e Kosovës fitoi 6, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 5. Nisma Social-Demokrate, Partia Turke KDTP dhe Iniciativa e Ramiz Ladrovçit siguruan nga një komunë secila. Lista serbe ka kontrollin në të 10 komunat me shumicë serbe. Së pari më lejoni që t'i falenderoj të gjithë qytetarët që e shfrytzuan të drejtën për të zgjedhur në mënyrë demokratike kryetarët e komunave në 18 sosh në këtë raund të dytë apo në balotazh. Lëvizja vetëvendosje është hera e 4 që merr pjesë në zgjedhje lokale. Herën e parë në vitin 2013 kemi fituar një komunë, herën e dytë në vitin 2017 kemi fituar 3 komuna, herën e tretë në vitin 2021 kemi fituar 4 komuna dhe në bazë të dhënave që i kemi marrë nga komisionerët tonë, kësaj radhe kemi fituar në 7 komuna. Kjo është një sukses i lëvizjes vendosje. Natyrisht që kemi synuar edhe më shumë se kaq, por më lejoni që të përgëzoj 4 kryetarët e komunave që kanë qeverisur në këtë 4 vjeçar të kaluar, Podujeva, Shtimja, Kamenica, se cilave u bashkua edhe Gjilani sonte me një fitore të madhe, por përveç kësaj është i qartë që kemi fituar edhe në Mitrovic dhe kemi fituar edhe në Fushë Kosovë dhe në Obiliq. I falenderoj kandidatët tonë, ekipet e tyre, shtabet zgjedhore dhe aktivistët tonë, të cilët kanë pasur një betejë të jashtëzakonshme, meqense në të gjitha këto raste të gjithë të tjerët janë bashkuar kundër vetëvendosjes. Lidhja Demokratike e Kosovës ka shpallur fitore në komunën e Prishtinës, ku në garë ishte kryetari aktual i kryeqytetit përparim Rama me rivalin nga vetëvendosja Hajrullah Çeko. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdi Gjiku, dhe përparim Rama dolën në një konferencë për shtyp ku falenderuan qytetarët për mbështetjen dhe premtuan se do të vijojnë punën e mirë për kryeqytetin. Sonte Republika e Kosovës foli me votë, me besim dhe me qartësi, foli në emër të shpresës, të qetësisë dhe në emër të punës, foli për te zhurmës, për te fyrjes, për te ndarjes, dhe mesazhi ishte i qartë: Kosova sot kërkon maturi. Lidhja Demokratike e Kosovës, shtëpia e madhe e qytetarisë, sot ka fituar. Kemi fituar me ndeshmëri, me përkushtim dhe me njerëzit më të mirë që ka ky vend. Kemi fituar me qytetari, me ide, me punë, me përkushtim. Kemi fituar sepse qytetari i Kosovës e kuptoi qartë dallimin mes punës dhe fjalës, midis dinjitetit dhe arrogancës, mbi gjitha midis shpresës dhe frikës. Pjesëmarrja në zgjedhje ishte e ulët, rreth 40% në raundin e parë dhe vetëm 32% në balotazh.